Klubi i futbollit Sharri në Dortmund, i themeluar në vitin 1996 nga mërgjimtarët kreqovar, shënoi një fitore të madhe fundjavën që lejm pas kundër skuadrës rivale Westfalia Dortmund, duke ruajtur vendin e parë në kampionatin rajonal dhe duke hedhur një hap të rëndësishëm drejt ngjitjes historike në Bezirksliga. Ky sukses vjen si rezultati një pune të palodhur nga lojtarët në fushë dhe përkushtimit të stafit teknik, por gjithashtu është merit e padiskutueshme dhe e bordit drejtues të klubit. Veçanërisht duhet theksuar roli i kryetarit të klubit Valentin Rexhepi, si dhe drejtuesi sportiv Agim Josufi, të cilët kanë qenë shtyllat të forta në rrugtimin e ekipit drejt këtij suksesi. Nga klubi shprehin falënderim të veçantë për sponsorët që kanë qëndruar pranë klubit gjatë gjithë sezonit, e në veçantë sponsorit general Allianz Nicoletti Casting në udhëheqjen e Luigi Nicoletit, që ka dhënë mbështetje të vazhdueshme në realizimin e objektivave të klubit. KF Sharri Dortmund vazhdon të jetë krenari për shqiptarët në Dortmund, duke treguar se me përkushtim, bashkim dhe dashuri për sportin mund të arrihen rezultate të mëdha.